Përshëndetje kampion, përshëndetje nga Tirana e terrorit roz. Dhe pikërisht për këtë terrorizim masiv të popullit do desha që të flisja një çik. Mbyllni televizionet, ju lutem. Mos lexoni gazetat, ju lutem. Mos dëgjoni të indoktrinuarit të cilët po ju shkatërrojnë jetën. Terror psikologjik. Ekziston një që quhet psikoneuroimunologji, që ka të bëjë me sistemin ton imunitar të nervave. Një nga shkaqet kryesore të dëmtimit të sistemit nervor, një imunitetit të sistemit nervor, janë pikërisht frikrat, pasigurirat, stresi. Asnjë gjë më tepër se kaq nuk bëhet në këtë tetor. Asnjë gjë pozitive nuk përfitoni nga berja e mamografisë. Slogani idiot, mamografia shpëton jetë, duhet ndrruar, duhet them, rrezikon jetën. Rrezikon jetën sepse ka ngarkesë të lartë me rreze, përveç të tjerave. E lëm stresin psikologjik, pasigurinë, frikën, që është një nga burimet kryesore të kancerit. Më shumë kontrolle bëjmë, më shumë shtohen rastet e kancerit të gjirit. Një pikpyetje duhet ngritur, apo jo? Patjetër që kanceri i gjirit është epidemi sot, sikurse kanceri i prostatës të meshkujt. Por nuk është kjo metoda e diagnostikimit. Dhe edhe zemse e diagnostifikuat, që në rastet për fat keq në mamografin, 50% të rasteve janë falsh pozitiv, që i thonë, që do të thotë që nuk janë kancer. E imagjinoni dot të marrë dikush një lajm që ka një masë kancerogene me gjoks, edhe ti të nështrohet pastaj analizave pafund, lëm kostot ekonomike, por psikologjike dhe të merrit që jeton, që në fundit çfarë do bëjmë? Po e shkakton kancerin, dhe po mos ta kesh. Lere pastaj ngarkesat me rreze që janë të shumë të mëdha. Kanceri tek e fundit është pasojë. Do me thënë, edhe sikur ta kemi kancerin, është pasojë. Edhe sikur të ndërhyjmë neve me operacionet edhe me metodat idiote që përdor mjekësia, përsëri nuk kemi zgjidhur thelbin. Dhe do të na zhvillohet përsëri. Pra, kanceri është pasojë, duhet shkojmë te shkaku. Dhe të gjitha të dhenat tregojnë se pacientët e diagnostifikuar me kancer jetojnë shumë gjatë pas një lloj trajtimi mjekësor. Do me thënë, ata që nuk e vrasin mendjen, vazhdojnë jetën normale sikur mos kishte ndodhur asnjë gjë, në rastet më të këqija jetojnë shumë gjatë se sa ata që i nështrohen ndërhyrjeve mjekësore apo trajtimeve mjekësore. Sepse metoda që përdor mjekësia është totalisht e gabuar dhe që nuk ka lidhje fare me trajtimin e kancerit. Mos u influenconi nga dezinformimet. Është një biznes i jashtëzakonshëm në Xhiro. Janë miliarda lek. Nuk do të them që në Shqipëri të mos nxitet apo, sepse kjo është një politikë mbar botërore. Dhe këtu, edhe si imitus në vend që ne jemi, nuk bëjmë asnjë gjë tjetër, marrim praktikat botërore. Kuptohet një zell i shtuar edhe nga politika dhe nga qeveria për të treguar që ne kujdesemi për shëndetin e njerëzve. Ju lutem, mos e shkatërroni shëndetin tuaj duke rënë viktim e disinformimeve, se faktikisht disinformimi është me pasoja të rëndësishme për arsye se ju fut në një alert të panevojshme gjë e cila gjeneron sëmundje. Dhe një ndër to, sëmundjet kancerogene. Injorohini të gjitha, vazhdoni jetën normale dhe pastaj po që se të flasim për mamografin, është shumë herë më mirë të kontrolloheni poshtë dushit me duart tuaja se kapni shumë shpejt se sa helmi
kolektiv që quhet mamografi. Vazhdoni jetën, kampion. Kanceri është pasojë. Dhe po patmi kancer, atëherë duhet të rrazim mendjes. Pse ka dalë? Trupi është shumë inteligjent. Ashtu si që ka bëm, edhe diti shpej. Ti japi mundësin, ta besojmë dhe ta ndihmojmë. Me terror psikologjik e dëmtojmë, e shkatërrojmë dhe shkaktojmë sëmundje kancerogene. Ju përshëndes, kampion.